Të rinj deri në moshën 29 vjeçare do të përfitojnë 10.000 euro grant, ndërsa ata mbi këtë moshë deri në 7.000 euro për hapje të biznesit në Maqedoninë e Veriut. Nëse 2 ose më shumë persona bashkëpunojnë, mbështetja arrin deri në 20.000 euro, deri në 4.000 euro shtesë do të ofrohen për ata që punësojnë persona me aftësi ndryshe. Këto masa parashikohen në kuadër të planit të qeverisë për vetë punësimin e të rinjve, që ka vlerën prej 20 milion eurosh. Këto mjete financiare që do të jepen nuk janë vetëm në formë taksative të shpërndara, por edhe me mentorim, asistencë dhe trajnim të ndryshëm nga idea deri në realizimin e masës. Aplikimet tani më janë të hapura dhe gjithçkush në Agjencinë e Punësimit mund të aplikojë, tha Besar Durmishi, Ministri i Ekonomisë dhe Punës. Nga Agjencia për Punësimin thonë se përfituesit mund të jenë jo vetëm të papunët, por edhe punëdhënësit, me qëllim uljen e papunësisë që aktualisht në nivel shtetëror arrin mbi 19.000 persona, shumica prej tyre pa arsim të mesëm. Janë të rëndësishme këto masa sepse ju dedikohen personave të papunë dhe punëdhënësve dhe me këtë qëllim nxisim punësimin dhe zvogëlimin e papunësisë, u shpreh Selajdin Beluli, drejtori i Agjencisë për Punësim. Kjo mas përfshin edhe gratë viktima të dhunës në familje dhe personat e kthyer ndër shtetet e ndryshme europiane, të cilët nuk kanë gjetur punë jashtë vendit.